falenderoj në fakt me ta vërtetën, sepse hapësira jote publicitare më ndihmon Po. në lojë jashmase. Por që ta dish se si ja plani jem, se unë kam shumë haptas. Po ti planin tatë e flet? Po. Unë kam për detyrë për me i baj nerë Kristit, sepse ditën e Prime-it, Po, ma the të kam bajt. kur ti ngrive, unë isha të lanë shpinë me ta vërtetën. Po, ma the. Se qëllimi ishte që kam hyrë vetëm për ty. Për të tregu ty që jepi drejtim mirit, kupton? Anyway, histori e gjatë ajo pastaj, edhe unë kam për detyrë me i baj nerë. Kur do, çfarë do, si do ta kërkojnë. A është naj kuti Pandorë, a naj gjë, kam për detyrë për t'ja bërë. Shumë. Tu lanë gjitha. Po. Pra, do zoti fiton e sfidë kështu, a naj lider deja, naj gjak kështu, a kupton? Se këto, kjo e bukur e vllajt madh, a kupton? Ka pa pritme. Po sikur favori Kristit të shkojnë ndesh me lojën tatë, apo s'është problem, ja ke taks. S'kam që me i ba. Nerin do ja kry. Mund tjetë për shkak i gatojnë e gjë, varet. Si ka aq easy peasy ai nderet? No? Jo. Ja, ta shof. I ka lev mas koke. A thu? Po mendoj me Ta sa njoh. testoj. Për shembull, Kristi më tham vërtet, kam fol 2-3 herë për jetën time e gjallë. Mu më pëlqen. Unë s'tash s'është. Loj pastaj po, ka mund të egzagjerojnë. Nuk e di historinë tamam aty, që nolli me Kesin, po e di që egzagjeroj edhe atë prapë, si e ditë me ne. Se di, isha ndonë vetëm gjëva që po bërtiste Kristi dhe erdha Punë robash, për punë robash, Kristin punë kam njerë. Vlerësoj me budallikun e vet. Erdha se për Kristin edhe pse kemi shu ups and downs në marrëdhënie, prap kam një tjetër fillim. Se po flasim për Kristin në funit, a ka qef kur do aj, ndoshta nuk dona ne.